Rroga sot se s'po e kuptojnë akoma sa është rroga sot. Rrogën e perandorit në Japoni. Merë statusin e ministrit dhe trajtohet si një nga figurat më të rëndësishme, ka status, absolutisht të rëndësishme. Prandaj sot rroga ka shku, është rritur. Mamaja ikën nga puna, merë edhe me fëmijën. 700 deri në 900 tani është rritur dhe është menduar që të vendoset një indeks i ri, po se sa do rritet? 1.000 euro, 1.000 ca, 1.200. Atëre, vetë e fundit fare dhe mbaruam, pse ka psikolog për nxënësit dhe nuk ka psikolog për mësuesit. Sepse tani ka ardhur. Jo, atëherë keni parasysh në të gjitha profesionet. Ka më shumë gjasa mësuesi. Në të gjitha profesionet që ketë bësh për njeriu, që këto në përgjithësi janë profesionet rregulluara me ligj, kemi një standard caktuar që është vendosur dhe në Shqipëri, që quhet edukimin vazhdim. Pra në një farë mënyre psikologu zëvendësohet pikërisht me këto kurset një pas njëshme, të her pas hershme, me profesorat mbi nivelin e rastit për shembull të shkollës 9-vjeçare, shkollës mesme. Psikologun vetvete. Ne nuk e kemi psikologu për mësuesin. Jo, nuk e kemi. Se nuk mund të dalë një mësues pension 65 vjeç. Jo, shumë është. Është shumë. Se nuk i nxirte kot 50 vjeçaj. Po, i nxirte 50 vjeç, 25 vite punë. Njeriu ka rrojitur robur. Ka qenë po patjetër. Është gjuna. Nuk pranohesh për dëshmitar nëse ke punuar 10 vjet në arsim. Ky është problemi. Ky ka qenë rregull. Është ezaurim total, është zerrim. Është merë. Po duhet futur kjo. Prandaj duhet psikolog. Prandaj duhet konsideru edhe mosha e pensionit, edhe vitet e detyrueshme. Edhe është edhe krizë për të gjetur. Po se si paguan, paguajë të shkojmë të bëjmë mësues. Është një nuk është çështje lekut. Sinqerisht po. Jo, unë për mua dhënë që ti pagesë. E ka thënë Donald Trump, më paguaj si dua unë, ta të punoj si do ti. Materialisht po e varos në fakt marrëdhënien e mësuesit. Tash aspektin moral që e kisha në tematikë për ta diskutuar. Po duhet tani, Ornela ka kërkuar që çdo i ftuar e ka kërkuar në mënyrë sikur e ka kërkuar drejtori. Po, jo, drejtori. Jo, ti je noteri. Jo, e di si e thot, sikur e ka kërkuar drejtori ose kërkuar kompanisë. Ornela ka kërkuar jo. Ne kemi diskutuar dhe mendojmë që meqense tema e zaurohet në kaq minuta, po ju ka ngelur diçka, një temë tjetër që ju ka ngelur peng dhe doni ta thoni si mesazh goditës për ata që na ndjekën dhe në YouTube, kjo është